Shikues të nderuar, jemi këtu në Kesko për të biseduar rreth liberalizimit të tregut të energjisë, të furnizimit të energjisë elektrike. Me mua është zonja Fitore Hajrullahu, e cila është menaxhere për kujdesin ndaj konsumatorëve në Kesko. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se Mirë se u gjeta. Zonja Hajrullahu, Zërre ka vendosur që të liberalizoj tregun e energjisë elektrike tutje, dhe më thonë, ti qes në treg të hapun edhe një pjesë të bizneseve të mesme apo të mëdha, cilat i plotësojnë disa kushte. Për çka bëhet fjala? A më na tregu për çka bëhet fjala më tepër? Tash, ashtu si që të treguat edhe juve, ka filluar edhe faza tjetër e liberalizimit të tregut për të gjithë konsumatorët komercial, të cilët pa marrë parasysh veprimtarinë e tyre, kanë më shumë se 10 milion euro qarkullim vjetor, ose më shumë se 50 punëtor, do të dalin në tregun e hapur. Për të plotësu këto kushte apo për të mos i plotësu, duhen disa dokumente që duhet të sillen në Kesko. Për cilat dokumente bëhet fjalë? Konsumator që gëzojnë të drejtën me vazhdu me u furnizu me furnizuesin e shërbimit universal, pra me çmime të rregulluara, duhet ta dëshmojnë përmes dokumenteve, duke sjellë qarkullimin vjetor për vitin 2024 dhe numrin e punonjësve për vitin 2024. Dokumentet duhet të jenë të lëshuara nga institucionet të Republikës Kosovës, siç është Administrata Tatimore e Kosovës. Ku duhet të merren në ATK apo? Po. Prej institucioneve të Republikës Kosovës, në këtë rast, në këto institucione një ndër ato është edhe Administrata Tatimore e Kosovës. Si duhet të dërgohen në Kesko? Cilat janë ato kanalet? Për ta ndihmuar këtë proces dhe për ta lehtësuar, ne kemi hap edhe një adresë elektronike, është komerciale@keskovizenergy.com, po përveç adresës elektronike, kemi hapur edhe një linjë telefonike të veçantë dhe numrat janë 038 501 701 2020 ose 038 79 20 20. Për çfarë do pyetje, çfarë do paqartësie që kanë konsumatorët, mund të na kontaktojnë në këta numra telefonik ose të dërgojnë email adresë. Përveç qarkullimit vjetor për vitin 2024 dhe numrit të punonjësve për vitin 2024 duhet të dërgojnë dhe shifrat e konsumatorëve të cilat janë nën menaxhimin e tyre. Ku mund ta gjejnë shifrën e konsumatorit? Shifra e konsumatorit gjendet në faturë, është afër lart në faturë tek emri i konsumatorit. Tash në varësisht do të thotë ka konsumator që mund të ketë 2-3 shifra në menaxhimin e tyre, ka biznese që kanë mbi 1000 shifra, tash në varësisht do të thotë prej llojit të konsumatorit duhet patjetër të dërgojnë të gjitha listën e shifrave që janë në menaxhimin e tyre. Mund na jep një numër referencë, për shembull nëse është Prishtinë ka me DPR, nëse ka bëj me NPI me DPE kështu me radhë. Sepse edhe vetë ideja kur është kriju shifra e konsumatorit është bërë që me qenë më e lehtë edhe për konsumatorin. DPR është për distriktin e Prishtinës, DMI për Mitrovicë, se kështu me radhë. Do të thonë, numri shifra e konsumatorit gjendet lart në faturë afër emrit të konsumatorit. Çka ndodh me ato biznese që nuk i dërgojnë me kohë të dhëna? Kjo është arsyeja pse jemi duke bërë vazhdimisht apel që konsumatorët duhet i dërgojnë, pa marrë parasysh veprimtarisë të tyre dhe pa marrë parasysh nëse të njëjtit dëshirojnë me u vazhdu me u furnizu me çmime të rregullta dhe plotësojnë kushtin 90 milion euro dhe jo më shumë se 50 punëtor për vitin 2024, konsumatorët duhet patjetër të dërgojnë këto dokumentacion, këto dokumente. Domethënë duhen cilat biznese duhet? Pa marrë parasysh veprimtarisë, gjitha bizneset. Pavarësisht edhe nga masia? Pa marrë parasysh, a kemi të bëjmë me biznes vogël, a kemi të bëjmë me ndonjë shoqëri, SHPK apo ndonjë korporat, të gjitha ata që e plotësojnë kriteret dhe gëzojnë të drejtën me u furnizu me çmime të rregulluara, janë të obliguar të dërgojnë dokumentacionin. Data fundit është data 21 mars. Çka nëse nuk i sjellin? Atëherë nëse nuk i sjellin, atëherë nuk kemi mundësi se si t'i dëshmojmë që të njëjtit plotësojnë kriteret dhe nënkuptohet që të njëjtit dalin në tregun e hapur për shkak se nuk i kanë plotësuar kriteret për më furnizuar me çmime të rregullta. Ka plot biznese të cilat e kanë objektet me qira dhe ata njësor janë në emër të qirallanësve.
Po. Do të thotë, pastaj këtu po krijohet një konfuzitet, jo kesko po na lyp edhe dokumente shtesë, për çka bëhet fjalë? Rregullimi i marrëdhënieve kontrakttuale është obligim ligjor. Çdo konsumator i cili furnizohet nga kesko duhet të ketë të rregulluara marrëdhëniet kontraktuale. Do t'i pranoni ju dokumentet nëse nuk Janë dy procese të ndara, por që shkojnë paralele. Dokumentacionet pranohen, po sigurisht që pastaj vazhdon edhe procesi i rregullimit të marrëdhënieve kontraktuale. Okej. Nëse një biznes ka disa filiale, deg, njësi, që janë bankat, supermarketet e kështu me radhë. Mirë po, kompania A për shembull ka 50 punëtorë dhe mbi 10 milionë euro ose mbi 10 milionë euro qarkullim. Mirë po, një njësi atje në Kamenica, në Gjelana, në Peja, atje nuk e ka. Çka do të ndodhë? Kompania raporton në bazë si kompania. Edhe në momentin kur dërgohen dëshmi, dërgohet qarkullimi vjetor për edhe numri punonjësve do të thotë për tërë kompaninë. Kështu që edhe degët, filialet të cilat operojnë në tërë territorin në Kosovën janë pjesë të kompanisë SOAM. Dhe ato që e plotësojnë këtë kusht, do të thotë kanë mbi 10 milion ose mbi 50 punëtor, dalin automatikisht në tregun e hapur. Çka do të thonë liberalizimi për këto biznese fillon nga një qershori? Po. Çka do të ndodhë me një qershor? Atëherë konsumatorët duhet të kërkojnë furnizuesin e ri dhe të lidhin kontratë me furnizuesin e ri. Nga një qershori, kesko nuk mund t'i furnizoj me çmime të rregulluara nga zyra rregullatorit të Kosovës. Biznesi do të thotë Po, gjitha bizneset të cilat dalin në tregun e hapur, nga data një qershor nuk mund të furnizohen me çmime të rregullta. Okej, faleminderit shumë zonja Harllau. Faleminderit juve. Pra të nderuar shikues, të nderuar biznese, ju duhet gjithsesi që deri me 21 mars ti dërgoni qoftë përmes postës elektronike, qoftë përmes zyrave të keskës, ti dërgoni 2 dokumente që keni qarkullim 19 milionë euro edhe që keni 50 punëtor apo me pak se 50 punëtor. Nëse nuk i dërgoni, atëherë ju në mënyrë automatike do të dilni në treg të hapur dhe nuk do të mund të riktheheni më. Pra merrni seriozisht këtë çështje pasi që mund t'ju afektoj edhe biznesin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.